Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe sot po vi tek ju me recetën tradicionale shqiptare, recetën e shëndetlies e cila nëse do ta ndiqni hap pas hapi këtë recetë, do ju shkri në gojë dhe do ta mbani mend gjatë dhe nuk keni për ta ndruar asnjëherë. Dhe këtë nuk po e them sepse e kam përgatitur unë, por është një recetë që e përgatis gjithmonë, nuk e ndroj me asnjë gjë, edhe nëse përgatis tavë më të madhe, ndjek përsëri të njëjtën recetë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë kam shtuar 5 vezë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer, 150 gram mjalt dhe 200 gram gjalp. Gjalpin dua të them dhe dua të theksoj që duhet i pastër, ja kështu si ky që duket në video. Edhe nëse nuk e keni gjalp fshati, mund ta merrni në supermarket, por ta tresni mirë dhe të mos ketë mbetje. Shikoni pak, është shumë i pastër. Gjalpi duhet të jetë në temperaturë ambienti, pra jo i nxehtë, pasi do t'ju mpikse vezët. Këto janë disa pika që janë shumë të rëndësishme për përgatitjen e shëndetlies. Shëndetlia është një ëmbëlsirë e lehtë, por ka dhe ajo ato sekretet e vogla. E përziem mirë masën dhe e lëm me një anë shumë pak derisa të përziem. 500 gram miell, nëse nuk keni peshk në shtëpi, 500 gram miell janë 20 lugë gjelle të plota. Një lugë çaji e plot, kështu si tregohet në video, me sodë. Një lugë gjelle e plot me kanellë. 200 gram arra të thërmuara. Do t'i shtojmë të gjithë në enë dhe do t'i përziem shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi nëse nuk i përzjeni shumë mirë, soda qëndron e papërhapur dhe pas pjekjes jep një shije shumë të hidhur. Kini parasysh që në përgatitjen e shëndetlies duhet vetëm sodë dhe jo pluhur fryrës që përdorim për kek, pasi masa që përftohet për shëndetlien nuk është e njëjtë me masën e kekut. Unë flas nëse doni që të bëni recetën tradicionale, pastaj çdo kush e përgatit sipas dëshirës dhe sipas kushteve që ka në shtëpi. Unë po ndaj recetën që kam përgatitur. I bashkojmë të dyja masat dhe i përziem shumë mirë. Mund ta përzjeni me duar ose me ndihmën e një shpatulle kuzhine, si në rastin tim. Pasi e kemi përzier masën shumë mirë dhe është krijuar kështu, pra masa e shëndetlies është një masë e trashë, siç e thash edhe më parë. Tavën e lyem me gjalp. Tava që unë kam përdorur ka diametër 30 cm. Pra këto masa janë për madhësinë e kësaj tave. Dhe masën që përgatitem do ta hapim shumë mirë në tavë. Mund ta hapni me ndihmën e një shpatulle ose me duar. Unë nisa me shpatull, po më pas përdora duart, pasi siç e shihni, disa copëza arre kishin marrë miell me vete dhe e kam hapur mirë me duar në mënyrë që të mos ngel asnjë pikë mielli, pasi nuk ka kuptim gjithë kjo recetë të përgatitet kështu. Do ta hapim mirë në sipërfaqen e tavës. Ja kështu, unë këtu përdora duart, mos më thoni që nuk kam vënë doreza, por unë i besoj më shumë pastërtisë së duarve të mia se sa plastikës së dorezës. Dhe nga ana tjetër në një enë do shtojmë një të verdhë veze dhe pak lëng limoni. Do ta përziem dhe do lyem sipërfaqen. Mbase do thoni ju pse duhet lëngu i limonit. Lëngu i limonit heq aromën e vezës pas pjekjes, në mënyrë që të mos vi shumë aromë nëse ndonjë pjesëtar familje ka problem aromën e vezës. Për shembull, im shoq e ka pak problem dhe unë gjithmonë vendos lëng limoni. E lyem sipërfaqen me ndihmën e një peneli shumë mirë dhe i japim formën karakteristike të shëndetlies me ndihmën e një piruni. Mund të bëni formën sipas dëshirës, unë kam bërë formën klasike si gjithmonë, historikisht siç e kemi pas përgatitur edhe më përpara. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Shëndetlia është gati dhe do ta pjekim në 180 gradë derisa të jetë gati. Mua më mori 45 minuta, por mos harroni të nxehni furrën përpara për pak minuta në 250 gradë. Për shërbetin, fillimisht un kam karamelizuar pak sheqer,
pasi ka marrë këtë ngjyrë, kam shtuar pjesën tjetër të ujit që kam përdorur, 500 ml ujë dhe 700 gram sheqer. Karamelizimi është sipas dëshirës. Nëse dëshironi mund ta shmangni, por i jep aromë dhe ngjyrë shumë të mirë. Mos harroni dhe një fet limoni në mënyrë që të mos mpikset shërbeti. Do ta zjejmë 10 deri në 12 minuta që nga pika e vlimit. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë shërbeti. Gjithashtu tani shëndetlia, më falni, është gati. E presim, mund të zgjidhni formën sipas dëshirës. Sigurisht që duhet ta lëmë të ftohet përpara që ta presim. Për t'u siguruar nëse është pjekur apo jo, provojeni me një stikadente, duke e çpuar, nëse ajo del e pastër, atëherë pjekja është perfekte. Nuk e keni idenë se çfarë arome mori shtëpia kur po piqe kjo shëndetli. Pasi e kemi prerë, do ta shërbetosim. E mira është shërbetin ta shtojmë pak e nga pak nëse dëshironi një rezultat akoma më perfekt. Shërbeti duhet i nxehtë dhe shëndetlia e ftohtë. E shërbej me pak arra në çdo pjesë dhe rezultati është ky që shihni. Nuk kam se si ta përshkruaj, provojeni dhe do më kujtoni gjatë për shijen e saj. Nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Festa të gëzuara kudo ndodheni. Ju përshëndes.